Këto janë krahët e pulës më të mira që do provonin ndonjëherë. I ka marinuar mirë dhe pjekja është perfekte, shikoni si ndahet kocka nga mishi. Njëherë ta provoni këtë recetë, gjithmonë do ta kërkoni. Leje ça thënë që në restorante apo fast food e bëjnë më të mira, se nuk ka të krahasuar si ti përgatisësh vetë në shtëpi. Te kjo video do ju tregoj hap pas hapi se si ti përgatisni edhe juve në shtëpitë tuaja. Por përpara se të vazhdojmë me recetën, shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Në një tas do të hedhim 2 lugë gjelle me kos, 1 lugë gjelle mustard, pak vaj ulliri, krip, djath parmigiano, spec të kuq, rigon, majdanos të thatë dhe hudhër pluhur. Do t'i përzejmë këto mirë. Më pas do të shtojmë krahët e pulës, të cilët i kemi larë dhe pastruar. Këto do ishin mirë të rinin 1 orë, 2 orë në frigorifer, po ne nuk kemi kohë se mu po më hajnë shumë bukë, kështu që i transferova direkt në një tepsi. I rreshtoj me kujdes një nga një, si të shikoni në video. Edhe unë nga që kisha përgatitur shumë, një tepsi nuk më doli dot, kështu që më deshën 2 tepsi. Pasi ti kemi rregulluar në tepsi, i vendosim në furrë në 250 gradë për 30 minuta. Do t'i lëmë të piqen për 15 minuta në fillim, pastaj do t'i nxjerrim, do t'i kthejmë nga ana tjetër dhe do t'i pjekim për një 15 minutash tjetër. Dhe pas 30 minutash, krahët e pulës janë gati. Ju nuk e dini, po do doja shumë që ta ndjenit këtë aromë që vjen tani te kuzhina ime, vjen një aromë fantastike. Ashtu të nxehta siç janë, do t'i hedhim përsipër djath parmigiano dhe do t'i përzijmë. Unë po i hedh pak borzilok të thatë sipër se jep atë ngjyrë jeshile dhe duket bukur, plus është e shijshme. Tani e vetmja gjë që na mbetet është që t'i shijojmë. Janë pjekur aq mirë, shikoni pak si ndahet mishi nga kocka. Kjo ishte edhe receta ime për ju sot, uroj shumë t'ju ketë pëlqyer, mos harroni të bëni like kësaj videos, lini një koment se çfarë përgatisni në videon e radhës, bëjni share kësaj videos, dërgojani shokut ose shoqes tuaj dhe shtypni butonin follow për më shumë video. Unë ja futa edhe një pilav, thash thai pul me pilav sot. Faleminderit shumë, shihemi videon tjetër. Ciao.